Pesë kandidatët për kryeprokuror janë në pritje që procedura e zgjedhjes të përfundojë së shpejti, pasi qeveria në seancën e djeshme mori vendim që kandidaturat i dërgojnë në Këshillin e Prokurorëve Publik. Ata kanë afat prej 15 ditësh të përgjigjen qeverisë, përkatësisht të dërgojnë mendime për kandidaturat, ndërsa nga ata që do të marrin mendim pozitiv, qeveria më pas duhet të vendosë se cilin kandidat do ta dërgoj si propozim përfundimtar. Kryeministri Mickoski thotë se nga kryeprokurori i ri pret që t'i hap të gjitha lëndët që janë nisur në prokurori dhe të jetë mbrojtës i së drejtës. Прво што треба да направи сите оние документи и случаи кои што се држеа во ФИОК да ги извади и да ги истражи, таму каде што нема дело и докази да ги затвори, таму каде што има дело и докази да оформи случај и да го предаде до судот, па потоа судот треба да одлучува дали ќе отпочне или нема да отпочне судска постапка. Очекувам да биде заштитник на правото, да биде генератор на правда, правдина. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik Bashkim Besimi në deklaratë për televizionin 21 tha se ende nuk u kanë arritur listat me kandidaturat, por sapo të marrë menjëherë do të caktohet seancë. Не го добивме уште, ја утре. Ја вчера слушав вести дека владата го поминала. Сигурно 2-3 дена ќе дојдам. Кога ќе го добијам, ќе го делам предлогот на сите членови и ќе закажем седмица. Рокот ми е до 15 дена, ама нема да чекам последен рок. Од денот на добивање на предлогот од влада. Në garë për pasardhës të Kocevskit janë 3 prokuror, një gjyqtar aktiv dhe një ish gjyqtar. Përkatësisht, ushtruesja aktuale e detyrës kryeprokurore Anita Topalova Isajlovska, prokurorët Lençe Ristovska dhe Lidia Rajčević, pastaj gjyqtari nga penalja Nenad Savevski dhe gjyqtari i shkarkuar dhe ish kryetari i gjykatës penale Vladimir Pančevski.